Hani një avokado në ditë dhe do befashoheni me përfitimet. Studimet kanë vërtetuar efektet pozitive të avokados në shëndetin kardiovaskular. Gjetjet treguan se individët që ndoqën një dietë me avokado përjetuan ulje të niveleve të kolesterolit total, nivele më të ulta të lipoproteinës me dëndësi të ulët, ose kolesterol të keq dhe nivele të larta të lipoproteinës me dëndësi të lartë, dhe kolesterol të mirë krahasuar me ato që nuk ndiqnin një normë të zakonshme. Por përse avokado konsiderohet një super ushqim miqësor për zemrën? Ai ka një funksion të mirë edhe të pasurimit të yndyrnave të ngopura, të cilat njihen si yndyra të shëndetshme për zemrën që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Avokadot përmbajnë vitamina dhe element mineral të cilët do të ofrojnë gjithashtu një përmirësim të metabolizmit tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për